Keni tension të lartë. Kjo recetë ul tensionin në kohë rekord. Jas ta përdorni. Tensioni i lartë i gjakut prek 1 në 3 të rritur për arsye nga më të ndryshmet, duke filluar nga gjenetika deri te stresi. Ilaçet mund të ndihmojnë për ta mbajtur atë nën kontroll. Megjithatë, ka edhe mënyra të tjera natyrale të cilat mund të përmirësojnë shëndetin tuaj dhe të mbajnë larg problemet e tensionit. Ja disa mënyra natyrale që promovojnë shëndetin tuaj dhe ulin tensionin e lartë të gjakut, sipas Step to Health. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Stërvitja. Aktiviteti i rregullt fizik i sjell trupit disa përfitime shëndetësore dhe një prej tyre është mbajtja e qëndrueshme e tensionit të gjakut. Sipas revistës mjekësore Mayo Clinic, stërvitja për rreth 30 minuta në ditë ul tensionin e gjakut me 4 deri në 9 pikë. Aktiviteti fizik ndihmon gjithashtu edhe në forcimin e zemrës. Stërvitjen duhet ta bëni gjithmonë atë që ka këshilluar mjeku juaj. Merrni frymë lehtë. Marrja frymë ngadalë dhe thellë mund të ndihmojë në qetësimin dhe uljen e tensionit të gjakut. Teknika e frymëmarrjes mund të përmirësojë gjithashtu rrahjet e zemrës dhe t'i bëjë arterjet tuaja më fleksible. Relaksohuni më shumë. Të qenit i stresuar nuk i bën asnjë favor zemrës. Disa studime madje sugjerojnë se mërzitja e tepërt ose stresi mund të rrisë riskun për zhvillimin e problemeve në zemër. Hormonet e realizuara gjatë kohës që trupi përpiqet të luftojë stresin, bëjnë që zemra të rraha më shpesh dhe të ngushtojë enët e gjakut, duke rritur kështu tensionin e gjakut, edhe pse për një kohë shumë të shkurtër. Nëse ndiheni të stresuar, provoni disa teknika relaksi, si yoga ose meditimi, të cilat mund të stabilizojnë gjendjen tuaj. Kufizoni konsumin e alkoolit dhe të kafes nëse vuani nga tensioni. Edhe pse konsumi i alkoolit në sasi të moderuar mund të sjellë disa përfitime për zemrën, overdozat e tij mund të rrisin përkeqësimin e tensionit të gjakut dhe të shkaktojnë në gjithashtu disa probleme të tjera shëndetësore. Kufizimi i kafeinës mund t'ju ndihmojë gjithashtu. Disa njerëz janë gjithashtu edhe më të ndjeshëm ndaj kafes se të tjerët. Megjithatë, vetëm në disa raste mund të çojë në shpëtim të rrahjeve të zemrës dhe rritje të tensionit të lartë të gjakut. Nëse nuk ndjeheni mirë, përpiquni të shmangni edhe filxhanin e 2 të kafes, citon Healthline. Përpiquni të tregoheni të kujdesshëm ndaj asaj që shtoni në dietën tuaj. Pini më shumë çaj. Konsumi i çajit për një kohë të gjatë mund të përmirësojë gjithashtu tensionin tuaj të gjakut, duke ndihmuar në relaksin më të mirë të enëve të gjakut, duke relaksuar kështu edhe shëndetin tuaj në kohë rekord. Gjatë një studimi të vitit 2014, ulëntuesit analizuan gjithashtu edhe të dhënat e 26 eksperimenteve të ndryshme që ishin përqendruar te lidhja midis konsumit të çajit dhe tensionit të lartë të gjakut. Pas 12 javëve, te njerëzit që kishin pirë çaj, tensioni i gjakut në mënyrë sistolike ul me 2,6% dhe diastolik me 2,2%. Ekspertët zbulojnë se çaji i jeshil mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për kombinimin e dietës suaj, ndërsa i dyti mund të jetë edhe çaji i zi, por këto të paëmbëlsuar dhe të pashtuar gjithashtu në produkte të tjera. Hani boronica, të cilat do ju ndihmojnë në dukshëm në menaxhimin e situatës suaj dhe lehtësimin e problemeve të hipertensionit. Një studim i vitit 2015 nga ulëntuesit shkencorë në Universitetin Shtetëror të Floridas zbuluan se konsumi të paktën një kup me boronica mund të ulët tensionin tuaj të gjakut dhe të tendos arterjet. Gjatë studimit, gati 50 gra që vuanin nga faza e parë e hipertensionit u këshilluan të merrin 22 gram boronicë të thatë në ditë, ndërsa të tjerat morën plur të zakonshëm. Ato që konsumuan plurin e boronicës patën një rënje mesatare prej 7 pikë të tensionit të gjakut sistolik. Boronicat janë të pasura me fito-ushqyes shumë të rëndësishëm këto për të përmirësuar shëndetin dhe për të mbajtur larg problemet e hipertensionit. Shtoni vazhdimisht kosin në dietën tuaj ushqyese. Kosi është një ushqim i pasur me elementë që përmirësojnë nivelin e tensionit të gjakut. Ato mund të ulin gjithashtu edhe problemet e kolesterolit dhe të ulin edhe nivelin e sheqernave në trup. Sigurohuni t'i keni përzgjedhje të duhura të dietave tuaja dhe receta të tilla do ju ndihmojnë në tendosjen më të mirë të enëve të gjakut dhe relaksimin më të mirë të shëndetit tuaj.
Nëse jeni një person që vuani vazhdimisht nga problemet e hipertensionit, duhet të ndiqni një dietë të këshilluar nga eksperti për të përmirësuar shëndetin dhe për të mbajtur larg komplikacionet e tij. Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat më efikase për të ulur tensionin e lartë të gjakut. Mëngjesi është vakti më i përshtatshëm ushqyes dhe më i rëndësishëm për të menaxhuar problemet e hipertensionit dhe për të siguruar gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj, citon Healthline. Ky vakt përcakton edhe funksionin më të mirë të organeve, mbron zemrën dhe ul gjithashtu problemet e komplikacioneve të tyre. Është e rëndësishme që të pasuroni dietën me produkte sa më natyrale, për të mbajtur larg komplikacionet dhe për të rritur gjithashtu përfitime në dobi të shëndetit. Nëse dëshironi të ulni problemet e hipertensionit, atëherë duhet të nisni gjithashtu edhe dietën tuaj me produkte natyrale. Sipas Healthline, këto janë produktet më të mira ushqyese që mund të shtoni në dietën tuaj në rastet se vuani nga hipertensioni. Tërshëra. Tërshëra është një ushqim shumë i pasur edhe me fibra të cilat ju mbajnë të ngopur dhe frenojnë ushqyerjen e tepërt gjatë ditës. Nëse shtoni tërshërën në dietën tuaj, në mëngjes do të përfitoni sasinë maksimale të elementeve ushqyes, fibrave dhe elementeve të tjerë stabilizues të organizmit tuaj. Tërshëra mund të pasurohet me fruta, me arror, me fara dhe mjaltë. Kështu, përfitimet që do të merrni në dobi të organizmit do ta bëjnë atë një prej ushqyesve më të rëndësishëm të dietës suaj në balancimin e vlerave dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja tërshërën, kryesisht edhe në vaktin e parë të ditës. Kosi. Kosi dhe qumshti janë burime të shkëlqyera të kalciumit, një prej mineraleve më të nevojshme për uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe përmirësimin e niveleve të tij. Të dhënat këshillojnë konsumin e kosit të përgatitur vetë në kushte shtëpie, të pasuruar me fruta të stinës gjithashtu dhe me mjaltë. Rezultatet që do të merrni në shëndet do të jenë gjithashtu vedimpruese edhe për lehtësimin e problemeve të hipertensionit. Sigurohuni të shtoni kosin e përgatitur vetë në kushte shtëpie dhe përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet të rëndësishme për shëndetin tuaj. Frutat gjithashtu janë të vlefshme për personat që vuajnë nga hipertensioni. Është e vërtetë se frutat kanë sheqer që vijnë në formën e fruktozës. Ato përmbajnë fibra gjithashtu edhe minerale dhe vitamina. Bananet, portokalli rekomandohen sepse janë shumë të pasura me nivele të larta të kaliumit, por gjithashtu ato përmbajnë edhe minerale të cilat do të ndihmojnë në shëndetin tuaj të zemrës dhe do të parandalojnë problemet e hipertensionit. Sigurohuni të keni produkte sa më natyrale në dietën tuaj, edhe ndikimi që do të keni në organizëm do të jetë gjithashtu një mbrojtje më e mirë kundër këtyre komplikacioneve. Farat gjithashtu janë një përzgjedhje fantastike që mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj. Farat e kungullit, farat e linit ose ato chia ofrojnë përfitime të rëndësishme nëse ato konsumohen rregullisht në dietën tuaj. Këto fara janë të pasura me nivele shumë të mira të kaliumit, vitaminave dhe yndyrnave të shëndetshme, që do t'i japin rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të tensionit. Nëse jeni një person që vuani nga hipertensioni vazhdimisht, përpiquni të konsultoheni me ekspertin dhe të përzgjidhni produktet e duhura ushqyese për menaxhimin dhe lehtësimin e tij. Në dietën tuaj gjithashtu mos nguroni të shtoni shegët, pasi janë të pasura me aminoacide dhe reduktojnë gjithashtu edhe problemet e hipertensionit. Avokado është një tjetër produkt i rëndësishëm ushqyes që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj për të menaxhuar shëndetin dhe për të parandaluar komplikacionet. Ekspertët shtojnë se personat që vuajnë nga hipertensioni duhet të kenë pjesë të dietës së tyre edhe panxharin. Lëngu i panxharit të ndihmon në uljen e niveleve të larta të hipertensionit dhe do të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj, duke e balancuar atë dhe duke parandaluar komplikacionet. Uji me limon është një përzgjedhje fantastike e shtuar në dietën tuaj ditore që mund të përkthehet në një mbrojtje më të mirë edhe në organizëm. Shtimi i ujit me limon në menunën tuaj do të përkthehet në një mbrojtje të veçantë ushqyese dhe parandaluese të këtyre komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.